Situata e motit në qarkun e Kukësit paraqitet aktualisht e qëndrueshme, megjithse gjatë orëve të fundit territori është përfshirë nga rreshje shiu me intensitet të ulët. Deri në momentet e raportimit nga bashkitë Kukës, Tropoj dhe Has nuk janë evidentuar problematika që lidhen me kushtet atmosferike apo ndikim negativ në infrastrukturë dhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Sipas informacioneve të ardhura nga strukturat vendore, nuk raportohen për mbytje në zona urbane apo rurale, nuk ka bllokime të akseve rrugore dhe nuk janë konstatuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve. Po ashtu nuk ka raportime për probleme në rrjetin e ujësirësit apo situata të tjera që mund të krijojnë emergjencë, ndërkohë që njësia administrative Tropoj e vjetër në bashkinë e Tropojës ka patur mungesë të energjisë elektrike gjatë ditës, për të cilën është punuar nga ekipet e OSHE-s për rikthimin e furnizimit të banorëve me energji. Autoritetet vendore dhe strukturat përgjegjëse vijojnë monitorimin në terren në koordinim me institucionet përkatëse për të ndjekur nga afër çdo zhvillim të mundshëm që mund të sjellë kushtet atmosferike. Deri në këtë moment situata paraqitet normale dhe nën kontroll pas një ngjarje që kërkon ndërhyrje emergjente.